ngriuni luftoni për vendin tuaj. Rama duhet kuptoj që nuk është dam, është sha, madje është 4 dimensionalesh. Nuk ka rëndësi çfarë ngjyre ka macja, e zezë apo e kuqe, rëndësi ka thajmiun. Ndaj edhe ata që u morën me biografinë e kreutrit Spakut, jo Brau, jo ka lidhje me Spartak Braun, ai e tregoi. Kërkon arrestimin e Lubis, që në fakt është kthyer kryeministër e Shqipërisë. Nuk ja ka kërkuar njeri Ramës që të heqë imunitetin. Ja ka kërkuar parlamentit. Peleshi duhet të flasë, jo Rama. Sepse mund të ndodhë edhe rokada. Mund kërkojnë të arrestojnë edhe kryetaren e opozitës, siç e cilëson ai bashkëshorten e tij, të zhytur në korrupsion madhor. Baxhanak. I kam thënë disa herë zotrinjve të Spakut, hetoni bizneset si të fsheta, por dhe të haptas të çiftit kryeministror deri në New York dhe në Manhattan. Ka ndërtime vilash në Staten Island, ndërtime të familjarëve të tij në Michigan, i din shqiptarët, deri në një supermarket në Brooklyn. Dhe sa herë që njerëzit të punësuar tek bordi i aviacionit civil vinë në New York, sillin, siç thonë, diamante të çiftit kryeministror. Çift që është bërë si çifti Ceaușescu. Asnjë shqiptar nuk i uron fundin e njëjtë. Por të paktën duhen marrë miliardat e vjetura. Ju thash që shumë mesazhe për miliona nga Spiropalja në Kanada. Një oligark shqiptar ka dhuruar për të smurët nga kanceri. Nuk është se e bën nga bamirësia. Është në hetim të thellë në Spak dhe kërkon të kafshojë minutazh falas reklame në mediat që kontrollohen nga oligarkët dhe nga Rama. Protestat e Rumanisë, të Bullgarisë, janë një qasje ndaj çiftit ministror që ngjason kaq shumë me çiftin Ceaușescu. Askush nuk do doronte qasjen si në Bangladesh, ku kryeministrja është dënuar me pushkatim dhe ka investimet e Tigri 1 dhe Tigri 3 ku në Grackë është dhe Jurikim. Problemi është ky. Nuk ka rëndësi do të burgoset 23 vjet apo jo mbesa e një shëntarit byros politike. Janë miliardat e dollarëve që duhen kthyer shqiptarëve. Se 2-3 vjet burg dhe 10 vjet burg i bën gjithkush nga ata që kanë vjedhur miliarda. Natyrisht që agjencitë ndërkombëtare shkojnë mbas asaj follow the money. Dhe duket qartë që Spak mbas ndihmës të marrë nga FBI dhe nga Departamenti i Drejtësisë Amerikane, po shkon drejt ndjekjes parave. Por tragjikomedia aty nuk merr fund. Rama në mënyrë më të paturshme thotë që nuk do të heq imunitetin. Por duhet ta di që do të ketë mas ndaj tij nga përtej oqeanit. E zbythën. E shporën Kushnerin nga Beogradi, se u çuan njerëz dhe protestuan dhe prokuroria atje nuk i la të ndërtonte hotele në atë kompleksin ushtarak. Pse heshtin për Sazanin? Duhet hetuar. Kush je ti që fal? Sultan? I fale pepërt Italisë. Adamsit New Yorkut. Por të gjithë po të shesin. Dhe shumë mirë bëjnë që të shesin. Të shesin Spak, po të shpesin edhe tek FBI amerikane. Ametaj, Veliaj, Lubia, e sa të tjerë.
Por ajo që ngelet përse nuk ngrihen shqiptarë. Kanë frikë. Unë them se shqiptar me dinjitet ka plot dhe ka një lloj konkurrence. Lapa e kërkon në 20 dhjetor, demokratët në 22 dhjetor. Kam frikë se protesta nuk bëhet me lajmërim. Shpërthen. Dhe duhet të kishte shpërthyer me kohë. Se vjedhjet e çiftit kryeministror që ngjasojnë me çiftin Ceaușescu, mbase janë më shumë herë më të mëdha se vjedhjet e Ceaușescut, se vjedhjet e Mubarakut. Fundi i vjedhjeve madhor dihet. Por zgjuarësia është ajo që quhet exit game. A do të dëshironte Rama të bënte pazar, që të gëzonte miliarda dhe vjedhura, dhe jo më kot breth siç i futi në përshkretir në vendet arabe, kur kërkon të shes aksionet e fshehta të oligarkëve, sepse ai duket që kam shumë se sa oligarkët që vjedhin bashkë me të. Oligarkë që kanë ndërtuar rrugë pas një parametër ndërkombëtar. Doli një lajm që në Janin Athinë me 2 milion kilometri, 2 milion euro. Po Lubia nuk knaqet me 20 ose 25 milion. E këto miliona janë rrogat e mësuesve, të policëve, të ushtarakëve, të inxhinierëve, pensioneve. Më mirë një fund i tmerrshëm apo një tmerr pa fund. Ka ndryshuar skenari. Nuk është rastësi kur zyrtar amerikan nga Departamenti i Shtetit as nuk denjojnë ta telefonojnë e jo më të takojnë. Janë disa raste nga zvendësuesi Escobar, nga zëvendësdrejtori i Europës Qendrore dhe perëndimore, por dhe të tjerë. E ndërkohë që fitoren tënde të vjedhur nuk ta ka uruar askush, u mundua ta shisnin se departamenti është me mec, nuk do të uroj askënd për zgjedhjet. Por Rubio Memeci uroi fitoren e madhe të djathës në Kili, mbas 35 vjetësh. Edhe pse është një ultra i djathtë, si thot media ultra majt këtu, i jati antar i partisë naziste, nuk merr njëri me biografi, por ai që për dinjitetin, për familjen, traditat. Dhe kjo shikohet si një fitore frymës Trump. Ndaj kur shikoj ata grusht njerëzish që dalin e protestojnë duke foltroruar, mua më pëlqen të kap frymën. Lisandër Hoxha në Këshillin Kombëtar ka një ide që duhen shporrur njerëz të Sorosit. Jo vetëm tek PD-ja. Rama thot që kush është deputet nuk duhet të ketë njerëz që të punojnë në shtet. Pse nuk thua që Baxhanaku nuk duhet të marrë tendera në shtet, kjo është kryesorja. Unë nuk jam për atë shtet që vë kota për femra në parlament, apo që ndalon dikë që të aplikoj për të punuar në shtet kur është i zoti, edhe pse mund të ketë kushëri ta ulan vallën me nivel të ulët. Por tendera jo. Ai luks i madh. Ato vjedhje skajore meritojnë vetëm atë fat që meritojnë Ceaușescut and Company në botë. Nuk është vonë. Dorzo Lubin, ndryshe do të arrestojnë brenda familjarëve tu. Jo se nuk e meritojnë, por fundi duket, ai po troket. E keqja në Shqipëri ka vetëm një emër, Edwin Rama. Dhe këto e dinë të gjithë. Nuk e fshet dot. Nuk që rastësi që Washington Examiner tha Rama si Noriega. E më pas shtet mafios. Po përgatitet një veprim që do ta çlironte Ballkanin. Sepse gjithmonë ky vendimar i jep mesazhe për të nxjerrë mësime të gjithë.
anti-amerikanizmi i Ramës, patologjik, sepse vjen nga familja e Traktatit të Varshavës, por edhe është foshnjërak. Kujtoj se bleu Kushneri. Nuk blehet dot Senati, Kongresi, media, dhe zoti Trump, Kushnerin do ta ketë mbi shpatulla, siç e hoqën nga Beogradi, duhet ta heqin nga Sazani. Dhe fundit, me hile e ka lideri global, sepse kontrata është paraprake. Uroj që Kushneri të shporet edhe nga Sazani. Mund të ketë firma më serioze. Nuk ka pse arabët të vinë të ndërtojnë dhe Kushnerit të jetë një sekser. Lajmi pozitiv që ndaj Sorosit janë 60 akuza nga doni math për bondin, por çështja kërkon që të jetë e pjekur, e maturuar, jo si rasti ish drejtorit e FBI-t Comey, prokurorës përgjithshme të New Yorkut, James, apo dhe ndaj ambasadorit Bolton, me cilin ende nuk ka nisur gjyqtari, ende nuk ka vendosur ta marrë çështjen apo jo. E keqja ka vetëm një emër. Dhe rrethi po afrohet shumë. Kandili po shuhet. Dhe spak e ka thënë që po heton për Meganikën. Këtu po hetohet për Bitcoinin dhe lidhjet e Ramës. Nuk e shpëtojnë dot burokratët e BE-s. E shikoni qëndrimin e Trump ndaj tyre, vende dekadente që drejtohen nga lider dobët. Ka të drejtë. GDP-ja për frym, që ajo është realje, e Gjermanisë është më e vogël se GDP-ja e West Virginias për frym, shteti i 34 në Federatën Amerikane. Nuk ka më free lunch. Dhe fryma e djathtë dhe Trump ka marrë hemisferën perëndimore, do të vidhen edhe në Europë. Orban thot që nuk është rastësi politika e migracionit, është një plan. Janë 45 milion dhe pjesa më e madhe nga lindja e mesme. Dhe Trump i thot që po e fshini qytetërimin perëndimor. Nuk po jep mend. Hajde si vëllezër të bashkëpunojmë. Po shkatroni vetëm me planet ekonomike, mbas energjisë të gjelbër. Duhet të armatosur të mbroni vendet tuaja. Dhe duhet të jeni të ndershëm tregtime ne. Sepse civilizimi perëndimor nga ju erdhi u mbajt tek ne. A është i butë me Rusin, me Kinën? Duket të parë po është i zgjuar. Kërkon që ta shkëputës Rusin nga Kina. Dhe në qoftë se ka sukses, ai tek platforma strategjike thot që dominanca do të jetë e jona. Nuk mund t'ja lërë dominancën as Kinës as Rusisë. Rusia jo se po shkon te poshtë. Dhe ka që e sulmojnë Bolton, miku Fokus dhe imi që do të falë Tajvan. Nuk është thjesht Trump që kontrollon. Është projekti 2025 dhe shembullin e dhash me Spaku. Fillimisht u tha që amerikanët do të largohen nga Spaku. Rubio do të merret fare me asnjë vend për drejtat, për zgjedhjet, për burokracitë, për demokracitë, por kur ka interesa sigurisë kombëtare amerikane. Pra, Rama me narkoshtetin ka prekur interesat kombëtare të Amerikës. Sinaloa, këmbane madhe. Përgjime me mira. Lubia është maja e zbergut. Lubia do ta marrë me vete çiftin kryeministror që çuditërisht ngjason me Ceaușescu. Fundi është afruar. Me protesta reale, thjesht një formalitet. Dhe çdo gjë duhet nis me një sistem të ri për të pasur një ligjshmëri me njerëz të votuar dhe të prerë për tenderat se si duhet të organizohen dhe se si të evitohen, të mënjanohen vjedhjet marrëmendse. Ju falenderoj.